Deputeti Piro Dhima ngriti në kuvend një shqetësim urgjent që lidhet me situatën e rënduar në fshatin Labove Madhe, ku disa banesa dhe një segment rrugor vazhdojnë të rrezikohen nga rrëshqitja e tokës. Sipas deputetit Dhima, ekspertiza gjeologjike e kryer në terren e ka klasifikuar zonën si zonë të kuqe. Dhima i kërkoi qeverisë të kalojë menjëherë në fazën e ndërhyrjes përfundimtare, ku përfshihet stabilizimi i shpatit dhe rikonstruksioni i segmentit rrugor, për të shmangur një situatë që mund të përkeqësohet nga rreshjet e stinës dhe lëvizshmëria e terrenit. Dua të ngresot një shqetësim konkret që lidhet me situatën në fshatin Labove Madhe e njësia administrative Odrije, ku një segment rrugor dhe disa banesa janë prekur nga rrëshqitja e terrenit dhe janë klasifikuar nga ekspertiza gjeologjike si zonë e kuqe. Bashkia ka ndërhyrë me përgjegjësi duke siguruar strehim me qira për familjet e prekura dhe një rrugë alternative për aksesin e komunitetit. Por tash është e domosdoshme të kalohet në fazën e ndërhyrjes përfundimtare për stabilizimin e shpatit dhe rekonstruksionin e segmentit rrugor, pasi rreziku vijon të jetë real për banesat e familjeve Kristofor Stathi, Thanas Pusha, Gligor Stathi. Gjatë fjalës së tij në kuvend, deputeti solli edhe shqetësimin e banorëve të lagjes Varrosh, të cilët prej kohësh kërkojnë ndërhyrje në infrastrukturën rrugore të zonës. Ai u shpreh se aksesimi i vështirë po kufizon sigurinë dhe cilësinë e jetës së komunitetit, duke kërkuar një zgjidhje të menjëhershme nga institucionet vendore dhe qendrore. Po ashtu dua të sjell dhe shqetësimin e banorëve të lagjes Varrosh për gjendjen e rrugës së lagjes, e cila ka nevojë për ndërhyrje për të garantuar akses më të sigurt dhe kushte më të mira për komunitetin. Këto janë shqetësime që vijnë drejt për drejt nga takimet me banorët, takime që do të vazhdojnë dhe në vijim për të dëgjuar dhe për të na dëgjuar, për të qenë më pranë qytetarëve dhe problematikave të tyre reale. Në këtë rrugë drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian, është detyrë e përbashkët që zhvillimi dhe siguria të ndihen në çdo lagje dhe në çdo fshat të vendit tonë. Me këtë apel, deputeti Piro Dhima kërkoi angazhim të përbashkët institucional për të garantuar standarde më të larta jetese dhe për të shmangur çdo rrezik që ju kanoset familjeve në zonat e prekura.